legjitim një strukture partijake. Që të dhuje, që kjo korekte. Nëse moj se sikletën e ka... Kujdes vetëm pak se tavolina po na shkon për... ka blerimi më shumë se Alili, kështu përshone. Nuk mundet një anonimus, si Arjan Tahiri që shpequn blerim me... Sa su kon anonimus? Po mblen, për 100 vota më koni dyti. Pra, i ka marrë 15.000 vota. Një anonimus nuk i merë 15.000 vota, dhe nuk deli dyti dhe nuk hinë në buletazh kër e ka në garë jo Faton Peci, Albin Kurti. Komplet qeverinë e vend. Okej, e parë. E dyta, nëse ty thonë... Njërë të në shaqirtota i po do, me Albidin jam. Edhe për parimi këtu po do me Albidin jam. Si pas të teoria është mos me shku Albidin kërkon, se s'pi u pëlqen atje. Po qysh dalan? Na po flasëm për një figurë super të sukseshme, nacionale, si Faton Peci, edhe Arjan Tahiri që konë nën kryetar në Mitrovic. Kishë më një sukses shumë. Po jo, sforcimi jashtë i qarshëm. Mund tjetë anonimos, se është bëj një orë. Ish anonimos. Për që është minister i sukseshëm për që ka dali 5 votum, kur gjo nuk e bën edhe nuk e favorizon me këto dy elemente, mes me qenë vegele Albin Kurtit Mitrovic. Se i tha Arjani është vegele dikujt, edhe kjo është vegele Albin Kurtit. Kur gjo nuk e mohon, mos me qytë edhe Fatonin vegele pra nëse e qytë Arjani. Më dëgjon, nga kjo prizëm që shti analizove, të ditë ko kanë vegele pra. Atja pas kanë betej veglesh, apo? Nëse është betej veglesh, koka në mesin këtyre betejë të vegleve, koka në vegël më e vogël që pas ka dali dytë dhe me nxit. Po ishte vegël që kandidu në Amund Guzo. Dhe kjo vegla më e madhe me nxit pas ka fitu për 100 vota, nuk është. Do ma argumenti ju të rrozë zoti Goshi. Struktura ka fort PDK-ja në atje gara ka të bëjë në një betejë mes dy strukturave, dy kandidatëve që janë serioz kushtrim. Arjan Tahiri është kandidat serioz, sepse është nënkryetari e komune, ka qenë aty. Ka elektorat, është gjallë të respektohet dhe i dyta Faton Peci është kandidat serios po ashtu, sepse ka këto premise që i përmeni blerimi. Ideja e vegleve e ky e më tham, boni nuk qëndron kjo. Po qëfar kandidatit serios, nuk lem që se ka qeveris mirë, që ajo të jep seriositetit. Se sa është gare barabat, ka të rezultati randit po. Fidan, këto zgjedhje Mitrovic këshyret meritokracia. Presim që demokracia, po dhe meritokracia. Shka fitojnë ana me fitoret njënit ose tjetër. Okej, tani parashtrohet pyetja është esenciale. Rama thot do të jetë fotofinish, do të jetë absolutisht fotofinish do të jetë. Ato, por parashtrohet pyetja çfarë thot Hodaj. Edhe sa mund të jetë funksionale këto koalicione që janë bërë, se PDK LDK i bënë koalicione gjithande, por jo çdo herë kanë ditur që këto vota të barten tamam tek njëra dhe tjetra palë. Sa do të jenë funksionale koalicionet, ose zoti Hodaj, se unë kam qef të shoha gotën gjysë më zbrazit dhe kam pak ndoshta për shkak të poezisë dhe artit, jam pak më pesimist, shumë përgjithësi edhe Leonard Cohen. I dëshiron gotat. Po, pyes sa mund sjell kontraefekt. Kjo të fuqizoj një palë tjetër duke dashur ti që të arrish efektin e kundërt. Përgjigjen kur bani për koalicione, një ndër bazat e përgjigjes time ka kjo, efekti pozitiv apo kundër efekti i koalicioneve potenciale. Para se me arë të kjo pyetje në është shumë pak për Mitrovicën, që lidhët prapë me koalicionet. Mitrovica në zgjedhjet e kaluara është fituar nga Partia Demokratike Bedri Hamza pa balotazh. Dhe në të gjitha komunat ku kanë qenë duke qeverisur, që të gjitha kanë qenë thuajse në epërsi të kandidatëve tjerë. Edhe kësaj rrallë ka mundur të përfundoj pa balotazh, marr parasysh që pala e tretë ka qenë inekzistente. Njëri nga kandidatët dorën zemër më simpatik Gzim Plakolli, po me votë ka qenë shumë keq. Vetvendosja zgjedhjet e kaluara ka qenë keq në Mitrovic. Kësaj radhe ka dalë para thuajse për fitu pa balotazh. Nuk pi përmendim këto fakte dhe këto e ka bërë mendoj që vetë figura e Faton Peci si ministër më i suksesshëm dhe si figurë nga Po besoj qytetarët e Kosovës e kanë dhënë ata tash. Unë më kanë subjektiv, unë besoj që ka qenë ministri më i suksesshëm. Padyshim, në bazë i suksesshëm, po më i suksesshëm o Gjela. Unë mendoj se Faton Peci. Që ja zoni komplet në avancionin vetëvendosje. Tash edhe këtë vijat e avancione. Nëse nuk o Gjelali nishin, qeverinë e Kurtit 2, atëherë po vjen Gjelali e ka 10 që për veri e ka fail njug. Do me thonë, ministri mbreshëm, do me thonë, është jaskaluese nuk e ka. Një avokat objektiv, i ka 2 anë. Nuk dyshoj. Kështu që qëta mendimi për Gjelalin. Për Fatonin është menoj që
e ka 9 që në performancën e tij gjatë si ministër.